Unë në fakt interpelancën e kisha kërkuar me Ministrin e Financave, po ju, si që thash, nuk pyesni për kërkesat, nuk pyesni për rregulloren dhe vendosët që të ma jepni interpelancën me Ministrin e Ekonomisë. Tani unë them shqyr që pranuat interpelancën, se në përgjithësi interpelancat nuk i pranoni, kështu që s'po ngrë pretendime se rrezikoj mos ta bëj fare interpelancën. Por nuk është në nderin e Ministrit të Financave të fshihet pas Ministrit të Ekonomisë. Do ishte drejt dhe do tregonte burrëri nëse do dilte në interpelancë dhe do dilte përgjigje për çfarë ka bërë. Tani kthehemi te interpelanca. Zonja Ministre, tani çfarë bëjmë të zuri? Do përgjigjeni ju. Kam kërkuar këtë interpelancë në lidhje me Durana Park, zonja Ministre. Ky park do të ishte një park teknologjik, ku investor të huaj dhe vendas do ndërtonin start-upe teknologjike, ku do krijoheshin biznese inovative dhe shërbime për perëndimin. Do ishte një park me të cilin ne do nderoheshim. Dhe ju premtuat qytetarëve shqiptar që për këtë qëllim duhet të premtojmë investitorëve të huaj dhe vendas që ata nuk do paguajnë taksa, do paguajnë zero taksa, sepse kjo është mënyra e vetme që ata të zgjedhin të venë dhe të investojnë në Durana Park. S'mund t'ju kërkojmë investorëve të huaj, thatë ju 23% taksa, sepse ndryshe nuk vinë. Që kjo thatë shqiptarve, ju shqiptar do vazhdoni të paguani taksat, këta nuk do i paguajnë taksat, dhe kjo është e vetmja mënyrë që ata të vinë të investojnë. Tani, po çfarë ndodhi, zonja Ministre? Ky ishte projekti që ju reklamuat, duke si Silicon Valley. Ky ishte projekti në Durana Park. Ky është realiteti, zonja Ministre. Fush me lop. Ky është realiteti. Tani, në fakt, zonja Ministre, ju nuk u dorëzuat. Nuk e bëm dot këtë fizikisht, por mund ta bëjmë virtualisht. Dhe vendosët, morët edhe kolegen tuaj, drejtoreshën e korporatës shqiptare të investimeve, dhe ratë dakord që këtë që nuk bët dot fizikisht ta bënit virtualisht, sepse nuk mund të ndalonit projektin tuaj. Rastësisht, zonja Ministre, një muaj para se të hapeshin aplikimet për bizneset që të venin të regjistroheshin virtualisht, kuptohet, në Durana Park, Ermal Beqiri krijoi një shoqat me biznese në fushën e teknologjisë. Besoj se e njihni. Ermal Beqiri është i plotfuqishëm i tenderave të teknologjisë të Akshit. Dhe si për rastësi, zonja Ministre, pjesa më e madhe e bizneseve të regjistruara në këtë shoqat u regjistruan në Durana Park. Rastësisht, 2/3 e bizneseve në listën që u regjistruan fiktivisht tek fusha, që ta ndiqni, zonja Ministre, këtu te fusha, u regjistruan të paktën 46 biznese virtualisht, nga të cilat të paktën 2/3 janë të Beqirit. Tani, praktikisht, ajo që zbuluam ishte që e gjithë kjo skem, që u ngrit gjoja për të tërhequr investorët strategjik, nuk ishte gjë tjetër veç se një skem mashtrimi. Një skem mashtrimi që t'jepte mundësinë Ermal Beqirit, Ergjys Agasit dhe Edlira Kërçanajt, që përveç se të merrte ato lekët nga arkat e shtetit nëpërmjet tenderave të Akshit, të kishte edhe mundësinë mos paguante asnjë taks. Zero taksa. Kjo ishte e gjithë skema. Tani, ajo që unë dua të di nga ju, zonja Ministre, është sa kompani janë regjistruar në Durana Park e para? Sa janë kompanitë e lidhura me personat në arati dhe të akuzuar si pjesë e grupit struktural kriminal si Ermal Beqiri, Ergjys Agasi dhe Mirlinda Kërçanaj? Sa kanë përfituar këto kompani nga favorizimi me zero taksa, zero TVSH, zero tatim fitimi
dhe zero tatim mbi pagat. Nëse i keni identifikuar kompanitë e Beqirit, Agazit dhe Kërçanait, a janë përjashtuar këto kompani nga ky projekt? Faleminderit, Zoti Ministër. Në mbështetje të nenit 96.5 rregullores, zonja Ibrahima keni fjalën. Mund të jepi shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për cilën është kërkuar interpelanca 20 minuta. E nderuar zonja nënkryetare e Kuvendit, të nderuar deputet, në radhë parë dua ta falenderoj zotin Shehaj, zotin Kapri, që më japin mundësinë që të flas për një projekt i cili gjatë javëve të fundit ka marrë balt, lum dhe gjithë farë lloj gjërash janë thënë për të, por në fakt e vërteta, e gjithë historiku të krijimit të këtij projekti, të synimit që ka projekti dhe të objektivave që ka projekti nuk është folur dot, sepse mediat janë mbytur me lumin që vjen dhe rivjen, i cili nuk i hyn në detaj analizës, por merr shkas nga çdo gjë që mund të marrë për të hedhur tym dhe për të hedhur balt mbi ato vizione që kjo qeveri ka dhe ato vizione që kjo qeveri po çon përpara. Po para se të flas për këtë, dua t'i them zotit Shehaj që ky është një projekt i cili prek zhvillimin ekonomik. Është një projekt i cili është në fushën e përgjegjësisë së Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, dhe kjo është arsyeja pse interpelancën po e bëj unë dhe nuk e bën Ministri i Financave, i cili ka detyrë kushtetuese politikën fiskale. Ka një komponent të politikës fiskale që është brenda këtij projekti, por në mas ky është një projekt i cili lidhet me zhvillimin ekonomik. Megjithatë ju bët 5 vjet gati deputet, tashmë këto gjëra duhet të kishit të qarta, nuk janë të qarta, mundesh që të ndaloja këtu për ta shpjeguar se kush janë fushat e përgjegjësisë së secilit prej ministrave, dhe kjo është arsyeja pse janë caktuar unë dhe jo Ministri i Financave për ta bërë këtë interpelancë. Tani, më lejoni që t'ju shpjegoj se çfarë është Durana, se si ka lindur Durana, se çfarë janë parqe teknologjike. Unë kam pasur rastin që të jem pjesë e ideimit të këtij projekti që në kryet herës. Projekti i zhvillimit të parqeve teknologjike është një projekt i cili është miratuar me ligj në vitin 2022, specifikisht me ligjin 58. Dhe kush ishte objektivi në atë kohë për miratimin e këtij ligji, për propozimin e këtij ligji? Ishte shumë e qartë që të krijonim një zonë të lirë ekonomike, si çdo zonë tjetër e lirë ekonomike në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, me qëllim tërheqjen e investimeve të huaja, zhvillimin e investimeve vendase, tërheqjen e investimeve të cilat sjellin punë të kualifikuar për ata që vinë të investojnë në Shqipëri, për ata që vendosen të jetojnë në Shqipëri, por edhe për shqiptarët që kanë ato kualifikime në fushën e teknologjisë dhe të inovacionit dhe të informacionit. Kjo është një mundësi, ligji i hapi rrugën krijimit të parqeve si një mundësi për të pasur më shumë punë të mirëpaguara, si një mundësi e cila mund të nxiste ekosistemin e inovacionit, si një mundësi e cila nxit zhvillimin ekonomik, sepse jemi të gjithë të qartë dhe flasim këtu gjithë ditën e gjithë natën për ndryshimin e modelit ekonomik, për një model ekonomik i cili duhet të nxjisë produktivitetin, dhe produktiviteti në kohët ku jetojmë nxitet vetëm me inovacion, me modernizim, me automatizim, me teknologji të reja të cilat duhet të vinë dhe duhet të nxisim që të krijohen nëpërmjet pikërisht ligjeve të tilla. Dhe kjo ka qenë arsyeja dhe motivi pse ne paraqitëm në vitin 2022 në këtë kuvend, ju keni qenë deputet dhe miratuam projekt ligjin për krijimin dhe organizimin dhe funksionimin e parqeve teknologjike dhe shkencore. Tani, baza ligjore, bas miratimit të ligjit u miratuan disa VKM me qëllim për mbylljen e bazës ligjore, dhe baza ligjore është e qartë dhe
e saktë, me një parim bazë. Parimi bazë është në park teknologjik nuk mund të regjistrohen biznese apo entitete të cilat funksionojnë në territorin e Shqipërisë. Pra, duhet të regjistrohen entitete të cilat janë të reja, të cilat sjellin një zhvillim të ri, të cilat sjellin punësim për gjithë arsyet që unë sapo shpjegova. Tani në vitin 2024, pasi ishin miratuar të gjitha aktet nënligjore, me VKM numër 185, u miratua Durana Tech Park, si një park teknologjik dhe shkencor, i cili do të kishte një vendodhje ndërmjet Tiranës dhe Durrësit në një pozicion strategjik, me akses në 2 qytetet kryesore që mbajnë numër më të madh të bizneseve, por me akses edhe në porte, aeroporte, pra nga ana strategjike u përcaktua kjo vendodhje me qëllimin e pozicionimit strategjik. Një entitet 100% publik ishte Parku Durana, i cili ishte, siç thash, i pari që ndodh në Shqipëri, por jo në rajon. Në vendet të tjera të rajonit kanë parqe teknologjike, kanë zhvilluar infrastruktura të tilla me qëllim nxitjen e inovacionit. Qeveria i la detyrë entit zhvillues, në këtë rast AIC-ja, që të hartonte një plan zhvillimi dhe ku kapaciteti financiar dhe teknik të evidenton